Shkodra dhe Ulqini, pavarësisht afërsisë gjeografike, ende nuk e kanë shfrytzuar plotësisht potencialin e bashkëpunimit mes tyre. Këtë mendim dan studiuesi dhe intelektuali i njohur shqiptar nga Malizi, Nail Draga. Sipas tij, të dy qytetet ndajnë histori, traditë, identitet kulturor dhe marrëdhënie të hershme shoqërore, por bashkëpunimi institucional mbetet larg mundësive reale. Draga thekson se në fushat e kulturës, turizmit, arsimit, trashëgimisë dhe promovimit të vlerave shqiptare në rajon është koha për hapa konkret dhe bashkëpunim strategjik, jo vetëm simbolik. Në mes dy bashkive duhet të hartohet një program pune dhe të shënohet të përgatitet një memorandum i bashkëpunimit kulturor e jo vetëm kulturor mes Shkodrës e Ulqinit. Megjithatë, ka pas lëvizje pozitive këto vitet e fundit, uroj dhe shpresoj që në të ardhmen bashkëpunimi të jetë në nivelin e duhur. Për arsye se si Shkodra dhe Ulqini kanë çka t'i prezantojnë njëri tjetrit. Kujtojmë me këtë rast me herët organizimin e seminarit Shkodrën e Shekuj, ku kanë marrë pjesë studiues të ndryshëm nga Ulqini, po dhe vise shqiptare në Maltezi. Uroj që takimet e tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen, që do të jenë në favor të identitetit ton kulturor shqiptar. Draga evidenton se lidhja Shkodër-Ulqin ka qenë historikisht natyrale, por institucioneve u takon të krijojnë ura bashkëpunimi që të sjellin përfitim për të dyja qytetet.